Fermerët e fshatit Kosmaq kanë nisur përgatitjen për sezonin e ri bujqësor, duke angazhuar në mbjedhjen e serave. Kjo zonë njihet gjerësisht për prodhimin e perimeve dhe zerzavateve, të cilat furnizojnë një pjesë të konsiderueshme të tregjeve brenda vendit. Sipas banorëve, procesi i mbjedhjes së fidanëve këtë vit ka nisur kohën e duhur, ndërsa kushtet deri më tani janë vlerësuar si të favorshme për rendiment të mirë. Megjithatë, pavarësisht teorisë pozitive në prodhim, fermerët përballen me vështirësi serioze në tregtimin e produkteve të tyre. Një ndër shqetësimet kryesore çmimi i shitjes me shumicë, i cili sipas tyre është tepër i ulët dhe shpesh nuk mbulon as koston bazë të prodhimit. Ato theksojnë mungesën e një tregu të qëndrueshëm dhe konkurrenca nga produktet e importuara e përkeqësojnë më tej situatën ekonomike të tyre. Për momentin kena 3 dylme gjys. Janë kultura të ndryshme, si tranguj, speci, domate, patligjan. A është efësie me siguri tregu? Sot për sot tregu nuk e kena ndorë na. E ka, si thojnë, eksporti. Për momentin, çmimet janë të mira, po kur dalim na në përgjithësi, vinë cilësia. Për momentin, sallata 200 lekë kilja, para i muajit ishte 2000 lekë. Pra në si s'ka fare rregu e tregu. Tësh, punëtorës pa kena. Problemi është se çmimet janë rritë te i maset. Si thojnë, me gjona familjore po i mojmë se punëtorët shkojnë e vinë, këta punë kena për momentin. Sasia serave është 40 hektarë, ose 400 dylum. Dhe i kanë të mjedhuna. Bishtaj, po ma shumë kanë domate, spec, edhe ma pak kanë sallat e shpinaq. Problem kryesor kanë se nuk dinë me u bë bashkë për me marrë subvencione. Prandaj si këtu kërkoj edhe ndihmën e specialistëve të bashkisë. Jena në periudhën kur janë shërbimet në bim që kena mjellë, spec, domate, patligjan, sallat, që janë midis rreshtave, e perimet tjerës, kastravec, si mas fermerëve. Unë mjelli vetëm domate edhe spec. Kur mjellim domate midis rresha, mjellim sallat edhe spinaq. Në kushtet që jena, sallata është 0. Unë vetëm dje kam hell në zallë atje, një grop, mi 20 kintal sallat. Nërsa, po kjo është periudhë luftet që i kap të gjithë të fillu të nafta edhe të gjithë produktet tjera që përdorojmë na, me plera kimike, me tëna. Po ashtu fermerët ngërën shqetësimin për mungesën e mbështetjes në formën e subvencioneve, të cilat po ndihmonin në përballëmin e kostove dhe rritjen e qëndrueshmërisë së aktivitetit bujqësor. Zona e Kosmaqit mbetet një nga qendrat kryesore të kultivimit të perimeve dhe zarzavate, me rreth 40 hektar sipërfaqe të mbjedhura me sera, duke përbërë një burim të rëndësishëm të prodhimit bujqësor në rajon.